Michael Bradley ka çuditur të gjithë këtë vit me vendimet e tij në drejtimin e New York Red Bulls. Skuadra në fjalë ka nisur sezonin me 3 lojtarë në moshën 17 vjeçare si titullar dhe një prej tyre është dhe 16 vjeçari Adri Mehmeti. Ky i fundit ka ndihmuar ekipin që të fitojë 2 ndeshjet e para në kampionat, fal edhe asisteve në secilën prej sfidave. Sipas Bradleyt, i cili ka një karrierë të pasur me 151 ndeshje me fanellën e Amerikës, ndërsa ka luajtur në klube si Borussia Mönchengladbach dhe Roma, djemtë e rinj kishin treguar se ishin të gatshëm të luanin në këto nivele. Ne duam djemë të cilët të shfaqen çdo ditë këtu të gjallë dhe të gatshëm që të pranojnë ide dhe të zbatojnë 100%, ndërsa vazhdonte faza përgatitore, ishte e qartë që këta djemë po përgjigjeshin në mënyrën më të vërtetë të mirë. Duke ju ofruar ndeshjes së parë përsëri kësaj fundjavë, ne e ndjem se ata e merituan të drejtën të ishin në fushë, tha ai. Bradley ka qenë trajneri i ekipit të dytë të New York Red Bulls dhe ka parë nga afër në vitin e kaluar Mehmetin dhe Dos Santosin, 2 nga të rinj që shkëlqenin me këtë skuadër. Kam kaluar shumë kohë me ta në vitin e kaluar, kalova 6 muaj me ta dhe e pash vetë çdo ditë cilësinë dhe sjelljen e tyre. E pash se kur i sfidoje apo i shtyje të bënin më shumë, ata bëheshin edhe më të mirë. E pash se kur mundoheshe të ndihmoje me gjëra të vogla si trajner në disa detaje, nuk ishte nevojë që të përsëritje veten disa herë. Ata i kuptonin gjërat shumë shpejt, theksoi trajneri pas fitores 1-0 ndaj New England, që erdhi pikërisht pas asistit të Mehmetit për Hall, një tjetër adoleshent i kësaj skuadre.